Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar në rigjykim Qaslav Joliqin me 5 vjet e 6 muaj burgim për krime lufte, të kryera gjatë periudhës 1998-99 në komunën e Istogut. Krahasuar me gjykimin e parë, shkalla e dënimit është për 2 vjet e gjysmë burgim më pak. Kjo gjykatë e gjen fajtor për pikën A të përshkrimit faktik të aktakuzës, respektivisht për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile nga neni 142 lidhur me nenin 22 sipas ligjit që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, andaj të njëjtin e gjykon për veprën penale krim lufte kundër popullsisë civile nga neni 142 lidhur me nenin 22 të ligjit në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, si në pikën A të përshkrimit faktik të dispozitivit të aktakuzës, dhe të njëjtën për këto veprime e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 5 vite e 6 muaj burgim, ku koha e kaluar nën masën e paraburgimit i llogaritet në dënimin e shqiptuar. Gjatë shpalljes së vendimit në sallën e gjykimit nuk ka qenë i pranishëm i akuzuari Jolliq, as avokati i tij, por as prokurori special Ilir Morina. Në procesin e ri gjyqësor, Jolliq është liruar nga 2 pikat e aktakuzës që ndërlidhen me krime lufte. Lidhur me pikat B dhe C të përshkrimit faktik, kjo gjykatë ka gjetur se nuk është vërtetuar se i akuzuari Qaslav Jolliq ka kryer ato veprime. Gjykata, me akvendim të posaçëm të akuzuarit Qaslav Jolliq, i vazhdon masën e paraburgimit derisa gjykimi të marrë formën e prerë. Jolliq është dënuar me 8 vjet burgim nëpërmjet aktgjykimit të shpallur me 10 qershor të vitit të kaluar, por apeli e ka kthyer rastin në rigjykim. Sipas aktakuzës, gjatë periudhës janar 1998 e deri më 21 qershor të 1999-s, në territorin e komunës së Istogut, në bashkëkryerje me persona të tjerë, Jolliq ka aplikuar masat e torturimit dhe shkaktimit të vuajtjeve të mëdha kundër popullatës civile.